Përshëndetje, shikuesët Monitor, jemi në një episod të ri të podcastit ton Business Plus dhe do të flasim sot për vendimin e fundit të Bankës së Shqipërisë që tenton një farmase të frenoj disi kreditimin për blerjen e banesave. Për të folur rreth kësaj çështje dhe efekteve që pritet të ketë në tregun imobiliar në vend, kemi të ftuar zotin Reinaldo Pipiria, që është sekretari përgjithshëm i Shoqatës Shqiptare të Pasurive të Paluajtshme në Rea. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Kënaqësi me ju. Siç e dim, Banka e Shqipërisë ka vendosur disa kufizime rregullatore lidhur me tregues të veçantë, po themi, të administrimit të riskut të bankave tregtare, kryesisht raportin mes kredin dhe vlerës së investimit në banesë, dhe raportin mes po themi shërbimit të borxhit edhe të ardhurave totale të huamarrësit ose huamarrësve. Ndryshime i do bëhen efektive duke filluar nga korriku, pra për kontratat e huasit do lidhen pas një korriku 2025. Nga këndvështrimi juaj, çfarë ndikimi pritet të ketë një ndërhyrje të tillë në tregun e pasurive të paluajtshme në vend? Në fakt, unë do thosha që Banka e Shqipërisë thjesht ka formalizuar dhe ka ligjëruar një praktikë që tashmë ekziston. Nuk besoj që ka praktika të shpeshta të financimit të pasurive paluajtshme, pra blerjes pasurive paluajtshme, me kreditim më shumë se sa 85%. Ka pasur oferta nga sektori bankar për raste të caktuara 100%, por kanë kërkuar dopje kolateral, pra sigurim shumë të madh me kolateral, edhe një analizë shumë të kujdesshme për sa i përket burimit të ardhurave, por këto nga ana tjetër nuk kanë qenë praktikat e zakonshme. Kështu që nëse do të flasim për efektet, mendoj që nuk do të ketë efekt sektori bankar për shkak se tashmë bankat operojnë me 85% maksimumit të vlerës, madje në shumicën e rasteve është 80%. Në të njëjtën kohë të vlerës së blerës, në të njëjtën kohë nëse shikojmë mënyrën se si operojnë bankat për sa i përket raporteve të vlerësimit, për sa i përket FSV-s, pra Forced Sale Value, për sa i përket gjithë procesit, shpeshherë financimi nga sektori bankar shkon 64-65%. Kryesisht bankat janë konservatorë në vlerësimin e pronës, edhe pse mund të vlej 100.000 euro, vlerësohet me FSV-n tek 80.000 euro dhe në shumicën e kohës japin 80-85% të këtij 80.000 euroshi që shkon në vlerat realisht kreditimi me vlerën reale të pronës 64, 65, 70%. Kështu që në realitet më është dukur një dalje e beft dhe shumë zhurmë për asgjë nga Banka e Shqipërisë, ndërkohë që realiteti kështu funksionon. Nuk ka nevojë për tu pompuar dhe për tu reklamuar kaq shumë, sepse nuk kemi një ndryshim real. Në të njëjtën kohë, për sa i përket pjesës së shërbimit të borxhit ndaj të ardhurave, sidomos kur flasim për pjesën e financimit të pasurive paluajtshme, në përgjithësi kanë vajtur 25-30%. Pra, në gjitha rastet, edhe ne në ndërmjetësimin e pasurive paluajtshme sugjerojmë që kësi kredis që është për pasuri paluajtshme mos të kalojë më shumë se 25-30% të ardhurave familjare që keni. Kështu që nëse kemi parasysh gjithë ngarkesën që mund të jetë në ekonominë shqiptare, besoj që ka shkuar më tepër ngarkesa te pjesa e kredive konsumatore, për shkak se janë gryer kursimet e shqiptarëve nga inflacioni dhe për shkak se janë gryer kursimet shqiptare edhe për shkak të zhvlerësimit që ka pasur euro dhe gjithë tjera. Por pjesa e pasurive paluajtshme nuk është se ka gryer të ardhurat e shqiptarëve, sidomos në rastet e financimit të sektorit bankar që ndrojmë në vlerën 25-30%. Përsa përket shërbimi borxhit. Dhe kjo është e gjitha. Në kjo është, po themi, gjithë teoria ekonomike, gjithë pjesa e financimit në mbar botëror, po themi, shkojnë në këto nivele, pra thënë mos e ngarko më shumë se sa 25-30% me kësin për pasurinë e paluajtshme. Qartë, pra ju mendoni që kjo vendimmarrje e Bankës së Shqipërisë kryesisht formalizon një praktikë që tashmë ekziston dhe është e konsoliduar në treg me pak përjashtime. Apo? Mendoj që po. Mendoj që është vetëm një formalizim. Mendoj në të njëjtën kohë patjetër që më shkon e gjithë logjika në background është një kërkesë e dikurshme e FMN-s. Patjetër besoj që ishte përgjegjësi e Bankës së Shqipërisë të dilte dhe t'i tregonte FMN-s që po, ne po i zbatojmë sugjerimet tuaja,
por në të njëjtën kohë mendoj që nuk ka nevojë për kaq shumë reklam dhe nuk ka nevojë për këtë paqartësi mbi të cilat dhëna është bazuar Banka e Shqipërisë. Pra në gjitha ndaljen publike, në komunikatën për shtyp të Bankës së Shqipërisë ka shumë pikë pyetje. Okej, morë këtë vendim. Por pse ky vendim? Ekspozimi i sektorit bankar në raport me depozita në Shqipëri është 46, 47 e 50%, më shumë, pra 50% depozita janë pa përdorura. Praktikisht flen në sektor bankar. Pjesa që lidhet me pasuritë e paluajshme është jo më shumë se sa 50% e gjithë ekspozimit. Pra po flasim për 26% të depozitave të shqiptarëve të cilat janë të lidhura me pasuritë e paluajshme. Ndërkohë që pjesa që lidhet drejt për drejt me rezidencialen, pra me banesat, që Banka e Shqipërisë vë theksin, është vetëm 50% e pjesës që lidhet me pasuritë e paluajshme. Por flasim për 13% apo 15% të gjithë depozita shqiptare që lidhen drejt për drejt me banesa. Pra po flasim për 2.1 miliard euro ekspozim sot që lidhet me banesat dhe që kryesisht mbahet nga individët. Pra nuk po flas për pjesën komerciale, nuk po flas për fabrikat, për çdo gjë tjetër. Kështu që Banka e Shqipërisë nuk i përmend në vendim që çfarë të shqetëson 13% i depozitave që po lidhen me pasuritë paluajshme. Banka e Shqipërisë përmend që kemi marrë këtë vendimarrje për të mitiguar rrisjet të cilat vijnë nga rritja e papunësisë. Rritja e papunësisë sot papunësia në Shqipëri është 8.8%. Në mandatin e 4 qeveria është e angazhuar që ta çojë në mesatarin e Bashkimit Evropian 6%. Pra nuk shifet në horizont një rritje papunësisë. Banka e Shqipërisë përmend kemi marrë këtë vendim për të mitiguar rrisjet që vijnë nga pjesa e kreditdhënies që nuk po performon, NPL, kredit e këqija. Kredit e këqija në rang vendi kanë rënë, janë më pak se 5%. Kredit e këqija në vetë raportin e stabilitetit të Bankës së Shqipërisë për pasuritë paluajshme thonë është duke performuar nga 2% që ka qenë më herët, ka rënë në 1.7 dhe në fund të 2024 duhet të jetë në 1.6%. Pra, më ndihmoni të kuptoj pse ky vendim tani dhe kaq i pompoz dhe kaq i reklamuar. Ju doni të thoni që nuk ka një rrezik sistemik dhe nuk ka indikacione për një të paktën mbi dhënat e deri tanishme për një rritje të rrisjeve reale. Po nga ana tjetër ajo që ka ndodhur është që në vitet e fundit kemi një rritje të shpejtë të portofolit të kredisë për pasuritë paluajshme në përgjithësi dhe për banesa në veçanti dhe nga ana tjetër edhe një rritje të shpejtë të çmimeve të banesave. Sesa është kjo rritje, pastaj kjo është pak e diskutueshme në mungesë të dhënave shumë të konsoliduara, apo themi lidhur me ecurinë e tregut të banesave. Gjithsesi, me sa kuptojmë, shqetësimi i Bankës së Shqipërisë është ai që i quajmë, po themi, efekti flus, pra nëse kemi një mbi nxehje të tregut që mund ta ekspozoj sektorin pastaj ndaj rreziqeve në të ardhmen. Më lejo të qëndroj tek dy komponentet. Rritja e shpejtë e ekspozimit të sektorit bankar ndaj pasurive paluajshme. Unë besoj të paktën në gjithë statistikat sa e njoh, turizmi, real estate dhe ndërtimi përbëjnë 1/3 të ekonomisë shqiptare. Atëherë, turizmi, real estate dhe ndërtimi, çfarë ekspozimi kanë sot? Pra pjesë të ekspozimit në këtë 8.5 miliard euro që duhet të jetë ekspozim sektorit bankar, ç'pjesë zën? A ka ndonjë deformim në ekspozimin e sektorit bankar ndaj të këtyre tre sektorëve? Pse lidh real estate, turizëm dhe ndërtim? Sepse kryesisht këta tre sektorë janë të lidhur me njëri tjetrin dhe ajo pjesë e kredimarrjes nga sektori bankar mund të ketë vajtur për hapësira hoteleri turizmi, mund të kenë vajtur për Airbnb, mund të kenë vajtur për projekte rezidenciale, turistike, komerciale sektorit ndërtimit, mund të kenë vajtur për individ, për banesë të parë apo banesë të dytë që lidhet me sektorin e turizmit në Bregdet, apo banesë për të dhënë me Airbnb. Pra, hajde të marrim këta tre sektorë që janë shumë të ndërlidhur, paktën në 5 vjeçarin e fundit kanë ndihmuar ekonominë dhe po performojnë, dhe të bëjmë krahasimin apo ekspozohet më tepër dhe më shpesh se ç'duhet sektori bankar në këtij sektori, apo këto kanë, siç kanë peshën në ekonomi, kanë dhe peshën në ekspozimin e sektorit bankar. Ju mendoni që kjo reflekton zhvillime strukturore ekonomike dhe nuk ka një fryrje në thonjzat. Unë besoj që nuk ka një deformim për momentin. Po hajde ti studiojmë. E dyta është rritjet e shpejta të çmimit.
duhet të jemi të kujdesshëm ta lidhim, patjetër që Banka e Shqipërisë ka këtë mundësi të lidhë rritjet e çmimeve me luhatjet e kursit këmbimit. Pra euro është vlerësuar masivisht. 97.8 do të jetë sot. Ka qenë 223 2020-2021 pak në 5 vjeçarin e fundit. Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë i vlerëson po themi trendin e çmimeve bazuar mbi indeksin Fisher. Dhe ne dim se sa gropa ka ai indeks, se si matet ai indeks, se si ekzekutohet vrojtimi i tregut nga instati. Praktikisht me 170 e pak subjekte, duke lënë të pambuluar një pjesë të mirë të tregut. Pra ha shumë diskutime. Nuk është e vërtetë që çmimet në Shqipëri janë rritur 25-40% si nxjerr Banka e Shqipërisë. Po ta bësh vrojtimin vetëm aty ku është Banka e Shqipërisë, vetëm me kullat që janë rreth rrotës Skënderbeut, ndoshta po. Po ta shtrim në gjithë Shqipërinë, mendoj që jo. Sidomos vitet e fundit nuk ka një rritje dyshifrore. Pra kryesisht ka një rritje 8, 9, 5 në disa raste. Po le ta shtrim në gjithë Shqipërinë. Po ka rritje të shpejtë në Bregdet. Saranda patjetër që është rritur shpejt. Disa projekte elitare patjetër që janë rritur shpejt për shkak të interesit të huajve. Por në gjithë Shqipërinë mesatarisht, sidomos nëse marrim parasysh dhe pjesën e vlerësimit të euros, nuk besoj që janë rritje 25 apo 45% vit pas viti. Në qartë, pra ju mendoni që rritja që raporton Banka e Shqipërisë është e mbivlerësuar për shkak të kryesisht segmenteve të tregut që vrojtimi mbulon sidomos. Nga analiza dhe vrojtimi kryesisht mbulon ndërtimet e reja. Dhe ndërtimet e reja ka një prirje që të dalin me çmime më të rriten pak më shpejt për shkak të cilësitë dhe për shkak të projekteve që mendoj që do të mbarojnë pas 4-5 vitesh. Në qartë. Nga të dhënat që dispononi ju, nëse mund të referohemi periudhës fundit 2024, sa vlerësoni që mund të ketë qenë rritja e çmimit mesatar të pasurive të paluajtshme? Ne në të gjitha rastet nuk shikojmë rritje dyshifrore. Pra qëndrojmë gjithmonë në vlerat 5, 8, 4 në disa raste, pra nuk kemi parë një rritje dyshifrore. Ka pasur tendenca për të rritur pak më shpejt vitin e kaluar, por tregu viti i kaluar nuk ka qenë në optimizëm. Ka pasur tendencë për të rritur për shkak të mungesës së ofertës, për shkak të ngurtësimit nga loja që u bë me rivlerësimin, dhe kjo i dha një mungesë optimizmi pasaj tregut. Dhe kryesisht gjithë presioni u ngarkua në pjesën e fundit vitit, duke tentuar që të mbyllen ato transaksione që mund të mbyllen. Ndërkohë që në tremujorin e parë të 2025-s, nga dhëna zyrtare nga ASHK-ja ka një rritje me 20% të kontratave të shqipblerës, po themi për apartamentet ka rifituar ritmin tregu dhe mendoj sidomos për shkak të gjithë eksplozimit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare do të ketë një vit shumë të mirë në pjesën e Bregdetit. Pra do duhet shikojmë sidomos pas përfundimit të sezonit zgjedhjeve, po themi pjesa tjetër do duhet ketë një performancë shumë të mirë. Pra kryesisht Tirana ka stabilitet, Bregdeti vazhdon ka transaksione, ka kërkesa, dhe vërtet ka kërkesa për projekte të cilat janë ongoing. Nuk po them vetëm për projekte përfunduara, por projekte të cilat janë ongoing. Ka interes nga çdo cep i Europës, ka interes të paktën ne si shoqat kemi interes nga 3 shoqata të tjera në Amerikë që duan që në pranverë të 2026-s të vinë të vizitojnë Shqipërinë me idenë për të bërë biznes. Ndërkohë që ne vetë jemi të angazhuar për të vizituar Amerikën në vjesht të 2025-s për të promovuar vendin. Pra qëndron perceptimi që ka një kërkesë të lartë dhe një rritje ndoshta më të madhe të çmimeve kryesisht në zonat bregdetare apo jo? Po, edhe kjo për shkak të interesit tuaj dhe kapitalit tuaj që vjen. Që të themi të vërtetën nuk ndikon, nuk financohen nga sektori bankar, pra janë kapitali freskët që vinë jashtë Shqipërisë. Pavarësisht se ka pasur disa momente nga disa banka të cilat kanë projekte interesante për financimin e të huajve. Me që dolim të kjo pjesë, më është e rëndësishme të kuptohet cila përqindje e kërkesës për pasuritë paluajtshme mbulohet nga kredia bankare. Pra, në qoftë se do t'i referohemi vrojtimit të Bankës së Shqipërisë, për cilin sigurisht ju keni shumë rezerva, sipas periudhave bëhet fjalë 50 deri në 60% të transaksioneve financohen me kredi. Nga vlerësimet tuaja, çfarë pjesë e këtyre transaksioneve mbulohen nga kreditë bankare? Nga vlerësimet tona të cilat kryesisht mbulojmë rishitjen, ne jemi më lart se sa 50-60%, pra shkojmë tek 70%, 70% e portofolit
shkon me financim nga sektori bankar. Pjesa tjetër janë me individë që kanë shtëpinë e dytë apo shtëpinë e tretë në këtë gjë. Dhe kryesisht ky 70% duke qenë shtresa e mesme, ky mban këtë ngarkesën më të madhe, po themi që shkojnë për kredi 80-85% për financim. Pra, ju vlerësoni që masa e financimit me kredi në raport me totalin e transaksioneve, pra është pak më e lartë. Por nga ana tjetër thatë që nuk prisni që vendimet e Bankës së Shqipërisë të kenë realisht një ndikim shumë të madh në ecurinë e kreditimit apo jo. Megjithatë, një shqetësim që patëm ndarë në një bisedë fundit është çështja e perceptimit apo jo. Po, në afatgjatë nuk pres se ka ndikim, na ka vështirësuar jetën përse përket ndërmjetësimit pasurie paluajshme, sepse tashmë për shkak të deformimit që ne kemi në treg që vjen për shkak të barës fiskale, pra për shkak të politikës fiskale, ne vitin e kaluar kemi pasur shumë vështirësi për të kryer transakcione dhe për të bindur shitsin që të tregtojë pasurinë në kohë dhe për mos shkaktuar deformime artificiale në treg duke shmangur pagesën e taksave. E kemi këtë problem se është 15% dhe mundohemi të edukojmë gjithmonë edhe shisin dhe blersin që më mirë deklarosh çdo gjë, paguaj të gjitha, është mirë të jemi drejt ekonomisë informale dhe kemi ngritur si shqetësim gjitha tavolinat dhe ja themi për ditë qeverisë këtë gjë që ore ula të 15% çohet 3%, çohet 5%, bëhet si gjithë Europa. Tani duhet ja themi edhe Bankës së Shqipërisë që shiko me këto vendimare që ti e duke marrë, po e deformon akoma më tepër tregun, sepse po e pompon dhe po e reklamon shumë një vendimare që realisht kështu ka funksionuar. Shitsi kryesisht i referonin një efekti psikologjik me sa kuptoj. Një efekt psikologjik që mund të kenë ndikim real në treg. Domethënë ne edukojmë shitsin që deklarojë çdo gjë dhe mos mandi taksat. Tani duhet të edukojmë shitsin që shiko, nuk e ka seriozisht sektori bankar, do vazhdoj do financoj. Sepse për shitsin është, okay, mi që po paguaj gjitha taksat, por të riun tani të pres sa të bëhet kredia. Se është ky mentaliteti që kredia merr gjatë, pavarësisht se ne kemi edukim dhe kemi marrëveshje me sektorin bankar, që ne ti para analizojmë dhe para kualifikojmë klientët, pra blerësit, tani duhet të punojmë shumë me shitsin që shikoj lutem vazhdo shite me kredi se nuk do ndodhi asnjë gjë. Pra nuk është keq ta tregtosh shtëpinë me kredi sepse sektori bankar do vazhdoj do financoj. Kjo është një gjë e dyta në momentin që tregu nuk funksionon, fatkeqësisht do të jetë i orientuar drejt keshit. Dhe po filloj perceptimi që shiko, ka thënë Banka e Shqipërisë, mos shko te banka se nuk do marrësh më lek, familjet e reja, blerësit e parë, të detyrohen të kërkojnë borxhe. Dhe kur ti e di që ka një kufi të shkruar 40%, çfarë do bësh? Domethënë do fillosh të manipulosh të ardhuar, do fillosh të manipulosh të dhëna, do fillosh të kërkosh borxh në gri, do futesh në situata të cilat nuk janë normale. Kështu që gjithë ky angazhimi i Bankës së Shqipërisë për promovuar këtë vendim, sjell një sfidë me shitsin, sjell perceptime të gabuara në treg, do të nxjisi shkuarjen drejt keshit. Dhe shkuarja drejt keshit nuk ndihmon as Bankën e Shqipërisë, nuk na ndihmon ne, nuk ndihmon askën, sepse huamarrjen në tregun e zi ti nuk ke mundësi ta vërtetosh. Sado informacion të marrësh do dalë jashtë kontrollit. Dhe shkuarja drejt keshit ul të gjithë kapacitetin e sektorit të real estate dhe e qeverisë, gjithë aktorëve të cilët duan të luftojnë informalitetin, duan të luftojnë pasimin e parave. Kështu që kjo zhurmë për asgjë nuk i vlen askujt. Prandaj them që nuk ishte një lëvizje matur e peshuar e Bankës së Shqipërisë, ishte më shumë një hajde t'i bëjmë qefin FMN-s, dhe ndërkohë që mbi nxeja tregu pasurie paluajshme mund të ftohet me politika fiskale. Pra, ti bëjmë qefin FMN-s dhe ti bëjmë qefin qeverisë vazhdon mbahet 15%. Ndërkohë që mund të ishim ulur palë, Banka e Shqipërisë, ne edhe Ministri i Financave dhe hajde gjejmë politika të matura fiskale për të ftohur tregun e real estate, po them për të ulur ritmin e shpejtë. Me sa kuptoj keni fjalën duke ulur tatimin mbi të ardhurën nga shitja e pasurieve të paluajtshme do të rritej oferta e pronave në treg dhe kjo do të kishte një lloj efekti në frenimin e rritjes së çmimeve. Në frenimin e rritjes së çmimeve dhe në ndihmesën gjatë gjithë tregut, që mos të ngarkohet, duke pasur më shumë ofertë, ka më shumë konkurrencë, ritmet nuk rriten shpejt çmimet, ritmet bien,
por edhe ka mundësi të shërbehet edhe ajo shtresë e shoqërisë me një strehim të përkohur që ndoshta sot e ka të vështirë dhe pa u ngarkuar domosdoshmërisë me një barë të lartë financiare. Nëse studiojmë vendet e Bashkimit Evropian, e para harohet që ka 15%, siç e kemi në Shqipëri, ka politika për shtëpinë e parë, shtëpinë e dytë dhe për mbajtje gjatë të pasurisë paluajshme, pra dekurajimin e spekulimit. E dyta ka politika të sektorit bankar, pra unë u mundova dhe nuk gjeta asnjë rregullore në direktivat e Bashkimit Evropian dhe asnjë rregullore po themi në Bankën Evropiane Qendrore, në ECB-n, për tavane të tilla. E dyta ka pasur incentiva për blersin e parë. Pra Banki i Shqipërisë del e thotë ti nuk do financosh. Po kemi një shtresë shoqërisë, kemi ca familje të reja, kemi moshë mesatare 37-42%. Mosha mesatare shqiptarëve që martohen është 33 vjeç mesatari sot. Pra praktikisht deri në 43 vjeç në 10 vjeçarin e parë të martesës që më shumë mundësi ti stabilizohesh në karrierë dhe më shumë mundësi ti fillon ndërton familjen tënde me fëmijën e parë dytë dhe më shumë mundësi ti në atë moment ti je gati për të bler shtëpinë e parë. Ndërkohë që Banki i Shqipërisë e penalizon, pra nuk ka asnjë lloj incentive. Nëse shikojmë disa vende të Bashkimit Evropian, kanë incentive që për blersin e parë, pra nuk po them për banesën e parë, por blersi i parë i lejohet që të shkojë financimi deri në 90% ose në sa momente deri në 100%, po themi deri në 90%, pra ty të lejohet me rregull, pa pasur nevojë që të shkosh në përjashtime të 15% si ka bërë Banka e Shqipërisë. Pra duket që shoqëria jon sot edhe institucionet shqiptare as nuk duan t'ia dinë për blersin e parë. Ka disa kredit buta ndaj këtej që më besoni që nuk gjen zgjidhje për shkak se të barave 15% e kryer kufizimeve, por në pjesë dërmuese nuk do t'e dinë. Pra, ka ardhur momenti të merremi me strehimin dhe të kemi disa politika reale fiskale dhe monetare për të ndihmuar të çiftet e reja që të strehohen dhe mos të ikin nga Shqipëria siç kanë ikur. Megjithatë, një nga arsyet kryesore të skepticizmit lidhur me ritmet e larta të ndërtimit dhe me shtrenjtimin e çmimeve të pasurave të paluajtshme janë edhe trendet demografike. Shumë njerëz thonë Shqipëria po të kurret, pra ka një rënje të ndjeshme të popullsisë, biles në mos gaboj edhe kryeqyteti ka përshtypjen që duhet të ketë patur një frenim të ndjeshëm të ritmeve të rritjes së popullsisë për shkak të zhvendosjeve të brendshme demografike. Pra njerëzit pyesin kush po blen? Atë që unë besoj është që të gjitha ndërtimet sot nuk janë ndërtimet për Shqipërinë sot, janë për Shqipërinë 2030. Pra Shqipëria po ndërtohet me shpejtësi për shkak se çfarë pritet të jetë efekti në momentin që ne integrohemi në Bashkimin Evropian dhe po ndërtohet me idenë që në momentin që futemi në Bashkimin Evropian, procesi i ndërtimit e para do të jetë shumë i kushtueshëm dhe shumë i rregulluar. Pra ne kishim javën e kaluar forumin ekonomik me synimin me prioritetin ndaj Europës, pra Future Investment Initiative Priority Europe. Të gjithë tregojnë që në moment që jemi Bashkimin Evropian, për të bërë biznes ka shumë burokracira, për të ndërtuar të duhet 4-5 vite për të marrë një lejë ndërtimi dhe për mos thënë që shkon deri në 10 vite. Kështu që ritmet e shpejta të ndërtimit besoj që janë në këtë proces. Pra që duhet që kur të hyjmë, të kemi mjaftuar shumë stok dhe të kemi ndërtuar tashmë. E dyta është pjesa e kush po blen, mendoj që një pjesë janë komerciale, pra një pjesë janë investime në pasuri paluajshme, nuk janë banesat para. Dhe këtu ndoshta është momenti për të parë që a ka kompani dhe sa janë këto kompani të cilat janë duke diversifikuar portofolin e tyre dhe duke kaluar në pasuri paluajshme, dhe sa janë individ të cilët zotrojnë të pasuri paluajshme. Dhe besoj që kjo është shumë e thjeshtë, shko në ASHK dhe kërko përgjigje nga ASHK-ja se pjesë e fondit banesave 1.1 milion, nëse se jam gabim banesa, zotrojnë nga pjesë shoqërisë sipas censit. E vërteta është që po ka pasur largime nga Shqipëria, por të gjitha largimet nga Shqipëria të paktën unë ndaj opinionit që kur ti largohesh nga Shqipëria nuk është se ti e merr pasurinë me vete. Me shumë mundësi lë këtu jep me qira, ose e lë në përdorim të një familjari, ose ke të mbyllur me idenë që ato herë që ti do të vish Shqipëri ta kesh një shtëpinë tënde, ose me idenë që shiko unë do kthehem një ditë Shqipëri dhe një pjesë e atyre që janë larguar mund ta kenë shitur shtëpinë në momentin e parë, pas 5 vitesh pasi janë stabilizuar, kanë investuar në Shqipëri. Në mos kanë investuar në Tiranë apo në Durrës, ku kanë investuar
në Bregdet. Në qartë. Megjithatë në vitet e fundit ekziston edhe fenomeni që e quajnë Airbnb-ve, pra ka një rritje të blerjes së banesave të dyta, treta kryesisht për qëllime investimi, pra për t'i ofruar me qira ditore. Dhe në momentin që hym tek blerjet për investim, pra shtim të kryet transaksioneve, pastaj rreziqet mund të fillojnë të jenë edhe pak më të larta, çka në teori do ta përligjte deri diku edhe shqetësimin e Bankës së Shqipërisë. Në çfarë përmasash besoni ju që janë blerjet për qëllime investimi qiradhënie? Nuk i kam, po them do spekuloj dhe nuk i kam si statistika, besoj që me rregulloren e vitit kaluar, nëse jam gabim, Qendrori i Bankës së Shqipërisë, duhet të ketë disa statistika më të sakta përsa përket financimit të pjesës sektorit bankar që shkon për Airbnb-n. Atë që unë di është që nga 14.000 në 2022-shin, 2023-shin, sot duhet jemi të 31.000 njësi. Pra, më shumë se 2 fishuar, pra ka një rritje të listuar. Po, ka një rritje shumë të shpejtë të Airbnb-s. Pra, më shumë, po themi në 3 vite, më shumë se 2 fishim nga 14.000 në 31.000, që mund të jenë dufishuar, por mund të kenë qenë të tregtuara në për Instagram, Facebook dhe tani janë futur në platforma të formalizim. Pra mund të kemi formalizim, do duhet të shikojmë si të dhëna. Dhe patjetër që bie dakord që për ligj një lloj meraku të Bankës së Shqipërisë, por kur flasim për politika monetare, Banka e Shqipërisë nuk është në flusk. Pra ne them që duhet të ulet me Ministrinë e Financave dhe me sektorin e real estate-it, sepse sot kemi diku tek 35.000 apo nuk e di se sa janë njësi, po themi 35.000 apartamente që janë të kompanive apo të individëve që janë të papërdorura. Hajde bëjmë politika që t'i nxjerrim këto në treg. Pra nuk bëhet çdo gjë duke frenuar financimin nga sektori bankar. Duhet të ulin të tre palë, Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave, real estate, ndërtimi 4, të ulin bashkë si ti bëjmë që këto 35.000 të nxirren dhe të vendosen në dispozicion të njerëzve për t'u strehuar, sepse unë besoj që ka stok nga kompanitë që kanë inventar, ka dhe individë të cilët i kanë aty. Ka dhe individë të cilët i vendosin në Airbnb. Duhet gjetur një mënyrë, sepse është e vërtetë që qiraja në Shqipëri është rritur shumë shpejt, sidomos në Tiranë dhe aty ku ka Airbnb, qirat janë rritur 35-40%, pra me rritje shumë të shpejta për shkak se mungon oferta. Oferta është e bllokuar për shkak të Ministrisë së Financave. Tani bie që do jetë çik më tepër e bllokuar dhe për shkak të perceptimit që nuk shitet me kredi. Në qartë. Edhe një pyetje fundë, pyetje e zakonshme, $1 milion që bëhet për tregun e pasurive të paluajshme, që a kemi të bëjmë me një flus çmimesh dhe a rrezikon që të plotësas kjo flus? Nga sa folim deri tani, me sa kuptova ju nuk besoni që ka një flus dhe besoj se argumentuat edhe pjesërisht, por nëse doni të jep një përgjigje pak më të shqelluar për këtë pjesë. Pra kemi flus të çmimeve të pronave dhe ekziston një rrezik i tillë. Nëse do ta zgjeroj bisedën e fluskës, jo në atë flus që jemi mësuar ne ta shikojmë vetëm nga sektori bankar. Sot duhen parë me kujdes cilat janë burimet që financojnë blerjen e pasurive paluajshme. Pra kemi sektorin bankar, 50% po themi të gjithë aktivitetit, kemi investimet e juaja direkte, pra 550 milionë euro sektor bankar, 380 milionë euro është pjesa e investimet e juaja direkte. Kemi pjesën e remitancave, po themi pra të peshë që gjë sektori bankar, që gjë sektori real estate diku tek 70 milion apo 100 milion euro, kemi dhe pjesën e kursimeve. Që të ndodhi pjesa e fluskës, do duhet që një nga këto 4 burime, se nuk po flas për burimet panjore, se ato nuk mund t'i vlerësojmë, po një nga këto 4 burime të ketë një drop down, pra të ketë një rënje drastike të menjëhershme që të shkaktoj stres në real estate në Shqipëri dhe të kemi rënje 20 apo më tepër % të çmim, pra një ofertë shumë shpejt dhe një rënje shumë shpejt të çmimit që të stresonte tregun, që thoshim okay, do të bien. Unë nuk di që të ketë një sektor bankar që nuk po performon, nuk di që në të gjithë geopolitikën dhe arenën ku është e vendosur Shqipëria të jemi të ndikuar. Pra edhe pjesa, edhe atë që ne parashikonim, po them ose që kishim merak, lufta në Krime, agresioni ndaj Ukrainës, që mund të kishte efekte negative, realisht pasi efekte pozitive për tregun lokal shqiptar, sepse pati një zhvendosje të kërkesës, po themi kishte
është vendosja e kërkesës së turizmit, po edhe individët të cilët u rilokuan për të jetuar dhe për të punuar në Shqipëri. Nuk di të ketë turbulenca nga sektori i remitancave, sidomos nëse mendojmë që ka shqiptar që kanë ikur nga Shqipëria, patjetër që në momentin ku ka një valë emigracioni, kjo përkthehet në valë të dytë në remitanca, kështu që nuk di, po themi që të kemi këto sinjale. Për të dhëna të tjera të panjohura është shumë e vështirë, pra do duhet të spekulonim. Mendoj që Shqipëria është një pozitë shumë të favorshme, edhe për shkak të gjeopolitikës, edhe për shkak të vëmendjes që ka marrë nga ndërkombëtarët, qoftë nga pjesa politike e Europës, por qoftë dhe nga pjesa e investimeve. Vetë Bashkimi Evropian është duke investuar masivisht në Shqipëri, sidomos nëse marrim parasysh nëse bën realitet 3 korridore, koridori 8, koridori Adriatiko-Jonian, por kemi edhe një korridor të tretë i cili është IMEC, pra pjesa e Indis, Egjipt, po themi pjesa e Indis, botës arabe, po themi pjesa e Western Balkan, edhe pjesa e Europës, pra që përfundon deri në Francë. Pra këto 3 korridore shumë të rëndësishme, që nëse këto bën realitet, besoj që do të vazhdojë do të ketë vëmendje në Shqipëri. Ka një fenomen në të njëjtën kohë të katërt, që është vëmendje që vjen nga bota arabe, po themi nga kapitalet, jo domosdoshmërisht nga gjithë bota arabe, por nga kapitale. Pra kemi dy lëvizje të forta, është pjesa e Emirateve të Bashkuara, kompanitë e Emirateve të Bashkuara që vinë, të Emirateve Arabe të Bashkuara që vinë në Shqipëri për të investuar, por në të njëjtën kohë kemi një prezencë të shtuar dhe një vëmendje të shtuar dhe të Saudit, pra të Arabisë Saudite me fondet e veta të investimeve që kanë një vëmendje të shtuar në Shqipëri, por jo vetëm në Shqipëri, po shohin gjithë Europën. Por dhe ne nuk jemi në babull, por ne kemi flusk, jemi pjesë e Europës. Kështu që gjithë kjo lëvizje gjeopolitike të katra këto e ka vendosur Shqipërinë në një pozitë të favorshme, për të cilën ne duhet të jemi gati të ndërveprojmë dhe të përgjigjemi me politika fiskale, por edhe me politika monetare në të njëjtën kohë. Ne do faleminderit që ishit pranishëm podcastin tonë. Kënaqësia ime.